Midis presionit prindërve, pasionit nga ana tjetër për të bërë gazetari dhe koment sportiv, nuk ishte e lehtë. Unë nuk po arrija do të gjeja një mundësi, një hapësirë për të shprehur veten time në kryeqytet. Mendon se nëse nuk do të ekzistonin klikimet, do të ishte media më e ndershme? Pa diskutim që po. Sina, pse ke zgjedhur që të jesh jo gjatë gjithë kohës në kamerë apo pas saj? Se di, realisht nuk e di. Cila është ndeshja që të ka dërsitur më shumë? Do të ngacmosh tani edhe për Milanin. Fiton më shumë ai që di të shkruaj apo ai që di të bëj zhurmë? Zhurma me sa duket ka mbytur çdo lloj formë shkrimi. Është realisht një gazetar sportiv në Shqipëri për të thënë gjithçka që mendon pa menduar pasojat? Jo, nuk është i lirë. A ke guxuar ndonjëherë, ke pasur diçka që ke ditur dhe s'ke thënë? Po, e kam një rast konkret. Gazetarët në Shqipëri janë të intimiduar. Sot kam një ftuar të veçantë, kjo pikërisht për mua, jo vetëm një gazetar sporti dhe komentator sportiv, por ka qenë pjesë e hapave të mi të parë, duke mësuar kështu si shkruhet një kronik, si formulohet një lajm dhe si respektohet profesioni. E kam fjalën për një nga gazetarët e cilët sapo flet ju do e dalloni direkt kush është Ervin Sina, i cili emocionon në çdo ndeshje që komenton. Faleminderit që erdhe. Faleminderit dhe do doja të uroja nga afër tashmë, edhe duke shprehur mirënjohjen që natyrisht gjeta hapësirë në këtë podcast interesant për të më ftuar, por patjetër që duke shpresuar që edhe biseda të jetë e këndshme. Faleminderit shumë. Këtë herë të kam ftuar si koleg dhe jo më si nxënës të mësues. Më vjen shumë mirë, më vjen shumë mirë që shiko, mirënjohja është një element që gjithmonë më shumë po benitet për të vërtetës. Ndoshta jo vetëm shoqërinë tonë, por në përgjithësi, kështu që jam dyfish falendërues që natyrisht përveç aspektit profesional gjem kohë edhe për të shprehur një lloj mirënjohje për gjithë bashkëpunimin që ne kemi pasur në fillimet e karrierës tonë. Absolutisht. Unë mendoj që ai që shënjon në karrierën tënde ose nisja e karrierës është starti më i mirë, gjysma e punës, le të themi kështu, kështu që absolutisht që jam mirënjohëse deri në fund. Dhe unë jam vërtet shumë i lumtur që jo vetëm ju personalisht, po edhe Dea Kozma për shembull, që është një tjetër vajzë që e ka sfiduar tashmë, po themi, territorin paksa maskilist të gazetarisë sportive në Shqipëri, ka modele sa duash pa diskutim, po meqense jemi tek personazhet të cilat kanë qenë në Vision Plus dhe përpara jush ka qenë Dea, kështu që ju jeni dy shembuj konkret se si vullneti, dëshira për të çuar përpara ëndrat pa diskutim që realizohet me këmbgulje, dhe unë ta përmenda edhe në momentin që u takuam përpara se të niste biseda jonë podcast, që vërtet e vlerësoj shumë jo vetëm angazhimin tënd, por dëshirën tënde për të sfiduar veten me gjëra të reja. Absolutisht, faleminderit shumë. Sina, kthehemi pak pas në karrierë. Unë në podcast kam ndjekur tashmë një rrugë që të rikthehemi shumë vite pas për të kuptuar edhe më shumë prej Sinës, për ato që se njohin në kamera. Si e ka nisur gazetarinë? Kur ka nisur? Gazetaria është e lidhur ngushtë me pasionin në familjen tonë për futbollin, për të vërtetës. Unë kam luajtur pak, se kam luajtur futboll, me thënë drejtën. Por përveç kësaj kemi pasur një familje të madhe, sikurse tradita e familjeve shqiptare, ku në mënyrë të veçantë i madh, por edhe xhallarët e mi ishin gjithë involvuar në sport, jo në sport aktiv, por në ato që shumica prej nesh, domethënë argëtoheshin përmes ekranit që ishte i cunguar në atë kohë, për shkak se nuk kishim akses tek mediat ndërkombëtare për të parë për shembull kampionatin italian, kështu që gjeni mundësi përmes kanaleve serbe ose kanaleve italiane sa herë që ajo antena punonte, ose duhet ta mbante dikush që të tjerë të shihnin. Por në mënyrë të veçantë i madh dhe xhallarët më merrnin pas vetes gjithmonë kur luante Lushnja, që në Vegjëli. Unë mbaj mend për shembull që nuk kam lënë stadium të Shqipërisë, kur kam qenë i vogël, i shoqëruar nga të afërmit e mi, kur luante Lushnja në Gjirokastër, kur luante në Elbasan, kur luante në Kruj, në Shkodër. Dhe natyrisht i brumosur me këtë dashuri për futbollin, për sportin tërësi dhe për futbollin, aty ishte lidhja e parë e madhe. Pa e ditur që do të vinte një pasion tjetër lidhur po kaq fort, sikurse gazetaria sportive. Në 8 vjeçare ne kemi pasur
unë pak e kam arritur, po themi, fillimet e viteve 90 në kuptimin që to relikat e asaj periudhe i mbajmë mend shumë pak, por kemi pasur magnetofon të kohës, të cilët kishin kasetat me shirit, dhe unë duke ndjekur 90 minuta, 90 minuto në mediat italiane, përpiqesha të imitoja Giampiero Galeazin dhe të gjithë gazetarët e famshëm të Rajt, duke vendosur një kaset aty dhe duke përsëritur rezultatet e serisë A. Më vjen shumë keq që nuk i kam, me thënë drejtën, ato kaseta, sepse janë nostalgji dhe vërtet një kujtim shumë i bukur për mua. Vërtet shumë. Por aty fillova të dëgjoj veten time duke imituar gazetarët e njohur italian. Duhet këtë qenë klasa 6 dhe 7. Pastaj fillova ta kultivoj brenda vetes këtë edhe kur luan me njëri tjetrin në 8 vjeçaren, klasë 8, besoj në kampionatet e shkollave, unë edhe luaja, por ndërkohë edhe komentoja lojën në cilën po zhvillonin. Pastaj në vit parë në gjimnaz, aty ishte po themi ndryshimi i madh, vit parë, në fund të vitit parë, në mos gaboj në vitin 2002, përpara një ndeshje të UEFA Champions League, ka qenë Bayer Leverkusen Real Madrid. Shokët e gjimnazit shpeshherë më ngacmonin, më thonin pse nuk i futesh botës së gazetërisë sportive dhe komentet, sepse sa herë që luanim edhe në gjimnaz ndodhte e njëjta gjë. Se nuk dua zgjatem shumë, por janë episode shumë interesante këto, edhe mësuesja e edukimit fizik tek vajzat ishte bashortja e një personi shumë pasionant, i cili ndërtoi një televizion lokal aty ku unë studiuaj gjimnazin, në Rogozhin. Bardyl Tosku, të cilin natyrisht gjej rastin tani është hera e parë që e përshëndes publikisht, sepse po bëj le të themi antitezën në diskutim të asaj që e nisët me ju, edhe unë jam shumë mirë njohur së personazheve me cilët kam ndarë hapat e para në karrierë. Shokët e klasës më lutën që të shkoja tek televizioni lokal dhe të komentoja ndeshje. Sapo ishte larguar Lertila Galliu, që gjithashtu është një kolegi jon, gazetar sporti në të kaluarën, sot është moderator. Sapo ishte larguar nga aty, ishte shkuar në një televizion tjetër lokal, dhe ishte hapësira. Ishte emër kur, unë që nuk pranoja, dhe gjithë shoqëria që këmbgulte, dhe ndodhi që shkova dhe ndeshja e parë ka qenë pikërisht finale e Ligës Kampioneve. Bayer Leverkusen Real Madrid. Duket pak nonsens kur thua finale e Ligës Kampioneve, por në fakt atëherë ka qenë një formalitet shumë i madh, me thënë të drejtën, dhe televizionet lokale lulzonin me kushtet që ato kishin, kuptohet, kushte modeste, por për ne ishin përvojat e para për të hequr dhe emocionet edhe për të shtruar një pasion që ku e dinim ne që do të elaboroj kaq shumë dhe ne do të ishim këtu sot. Aty nisi gjithçka. Pastaj, pas disa muajsh, zotria që ishte pronari i këtij televizioni lokal, më njohu me Ahmet Sharrin. Që për mua është njeriu që ka bërë diferencën, domethënë njeriu që më ka dhënë po themi shtysën e madhe në karrierë. Kam qenë i vogël, do të kem qenë pak më shumë se 16 vjeç. Në tetor të vitit 2022, Egnatia në atë kohë ishte një skuadër e cila po përpiqej të kalonte në superiore, në kategorinë e parë, ishte në kategorinë e dytë atëherë, sepse kështu ishte ndar skema, nuk ishte superiore, kishte kategorinë e parë dhe kategorinë e dytë. Financohej nga Ferdinand Ibrahimi i Ferlutit, i cili kishte bërë disa investime serioze dhe skuadra ishte pretendente për të ngjitur. Pronari i këtij televizioni, Barthosku, më dërgon tek Ahmet Sharri sepse kërkoi një korrespondent për Egnatian. Në Radio Tirana, nga njëra ndeshje në tjetrën, Egnatia do të futej në linjën e qyteteve që do të transmetonin, dhe natyrisht përbes kësaj njohje, unë erdha takova në Tiranë, në kryeqytet Ahmet Sharrin, njeri me një po themi kontribut jashtëzakonshëm në gazarinë radiofonike sportive shqiptare. Ai dhe shumë emra të tjerë, të cilët do të kemi mundësi ndoshta edhe të përmendim. Ismet Bellova, Fatmire Fica, Mojsi Dalipi dhe shumë personazhe të tjerë, me ndjesë atyre që nuk i kujtoj emrin për momentin. Ahmet Sharri nuk e kujtoj, nuk do ta harroj kurrë. Të jemi sinqert, në momentin që ula, unë isha djali i vogël, sidoqoftë, ai ishte një personazh shumë i njohur, pa diskutim, emblem e gazarisë radiofonike sportive.
Në momentin që më dëgjoi, i mjaftuan vetëm pak fjali nga unë dhe tha ke një zët i jashtëzakonshëm. Nuk e harroj. Unë me podestinit që një fundit një gjimnazist, u skuqa. Okay. Unë ndjeva dhe një pa diskutim i privilegjuar që e merrja një elosh të tillë paktën për zërin. Tani fillonte më e vështira sepse impenjimi pastaj në radio do duhet të justifikoja edhe vlerësimin. Por aty gjeta një ambient shumë të mirë, me thënë drejtën, nga dy kolegët e Kavajës, Fatmir Fica dhe Feriz Ferizaj, të cilët ishin mentorët për zonën, po themi, për Kavajën dhe për Rozhinën. Më eci shumë mirë, më eci jashtëzakonisht mirë dhe jam me shumë fat, jashtëzakonisht me shumë fat që Ahmet Sqari më ka dhënë një besim aq të madh në atë kohë. Unë nuk e harroj gjithë jetën. Edhe elozhet publike në radio të Ahmet Sqarit kur unë isha vetëm 16 vjeç, 17 vjeç, publikisht, domethënë shprehte, po themi, simpatin për gjithë angazhimin tim dhe për gjithë pasionin tim. Unë nuk nguroja të shkoja në Gjirokastër të komentoja, në Elbasan, në Peqin, në Shkodër, kudo ku kishte ndeshje dhe kudo ku kishte nevojë emisioni nga njëra ndeshje tjetër, unë isha aty. Dhe kështu zgjati angazhimi deri në 2004-ën, derisa u transferova në fakultet në Universitetin e Elbasanit. Në 2002 ke nisur karrierën, unë atëherë kam ardhur në jetë. Po 24 vite. Do këto ishin hapat e parë, pastaj mori një tjetër dimension. Sa vështirë ishte të angazhoheshe absolutisht për te dëshirës? Po çfarë duhet bëj? Duhet të ishe ndeshje, që të ishe koherent gjatë gjithë kohës, të artikuloje gjatë komentit? Vjosam, shiko, ka disa element, unë nuk po hyj tani aspektit teorik të gazetarisë sportive, por për mua e para ishte shumë e rëndësishme fakti që unë gjatë gjithë kohës isha i sintonizuar në sport. Ndiqja tmerrsisht futboll, po ndiqja tmerrsisht edhe sportet e tjera. Domethënë në vitet 93-94 ne patëm mundësinë që të kishim edhe një nga këto pajisjet e reja që dolën atë kohë për të ndjekur kanalet e huaja, dhe isha gjithkohon aty tek kanalet italiane dhe kanalet gjermane për të ndjekur kampionatet e huaja, dhe kjo më jepte pa diskutim ma bënte më të lehtë. Patjetër, njëhet me futbollin, por nuk mjaftonte, sepse po flasim për vitet 90, ndërkohë që tani kalojmë tek koha ku unë fillova, paralelisht me mësimet, kam qenë për te modestisë, kam qenë një nxënës shumë i mirë, dhe midis presionit prindërve për të qenë involvuar fort tek mësimet, për të qenë i angazhuar shumë në mësime dhe pasionit nga ana tjetër për të bërë gazetari dhe koment sportiv, nuk ishte e lehtë. Pa diskutim, megjithëse unë kam pasur mbështetjen shumë familjes në këtë rast. Babai në mënyrë të veçantë që është një njerëz që e do shumë futbollin dhe mund ta them me plot gojën që aq shumë sport sa sheh dhe me aq shumë objektivizëm sa e sheh, besoj që më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe është kritiku im më i madh, me thënë drejtën, për të qenë i sinqert edhe sot e kësaj dite, pas 24 vitesh në koment, mesazhet e tij në mes të ndeshjeve janë ata të cilët mund ndryshojnë edhe rrjedhën e komentit. Por në atë periudhë pa diskutimin që sakrifica ishte pak më e madhe, se nuk është periudha e sotme ku aksesi për të lëvizur nga një qytet në tjetrin është më i madh, rrugët janë rregulluara, në atë kohë ne hanim orë të tëra për të lëvizur nga një qytet në një qytetin tjetër. Unë shpesh shfrytëzoja edhe si djali i ri që isha, gjimnazist ishte, shfrytëzoja edhe lëvizjen me klubet, me autobuset e klubeve, kështu ishte koha atëherë, por pasioni ishte aq i madh sa që ne mund bënim, po themi, 5 orë, 6 orë rrugë nga Lushnja deri në Gjirokastër ose nga Lushnja deri në Shkodër, vetëm për të qenë me koment në emisionin që në atë kohë ishte emision ikon. Unë jam me shumë fat që kam punuar në emisionin nga njëra ndeshje tjetër me emra të jashtëzakonshëm dhe mos harro, Vjosan, nuk është aksesi i sotëm. Sot ne kemi mundësi të ndjekim ndeshje pafund në një smartphone, ndërkohë që në atë kohë zëri i radiokronistëve nga emisionin nga njëra ndeshje në tjetra ishte absolutisht ai që bënte diferencën, dhe unë, shumica e njerëzve, sikurse edhe unë kam preferuar edhe sot në këto ditë mos jem shumë, po themi, publik në televizion, shumica e njerëzve më njihnin nga zëri dhe kudo ku shkoja, për hir të vërtetës, njerëzit më identifikonin me sinën e emisionit nga njëra ndeshje në tjetrën. Rruga jote e parë si sa ka qenë? Sa e ke nisur? Në Radio Tirana duhet të ketë qenë 20 lekë të vjetra.
20 lekë të vjetra. Për ndeshje. Për ndeshje. Kaq duhet këtë qenë mos gaboj. Më pak në televizion lokal. Më pak të Do me thënë me kushtet që kishte televizioni lokal ku unë punoja, për mua nuk ishte absolutisht prioritare, me thënë të drejtën. Nuk ka qenë fare prioritare. Për mua nuk ishte kënaqësi më të madhe se sa kur unë shkoja në shkollë një ditë më pasi kisha komentuar një ndeshje, sidomos në Radio Tirana dhe të gjithë më përgëzonin që nga stafi arsimore deri tek shokët e shoqjet e klasës nuk ishte kënaqësi më të madhe. Ishte gjë që nuk paguaj në mënyrë të padiskutueshme, por më pak në televizion lokal sepse ato ishin kushtet. Ndërkohë që në Radio Tirana duhet të ketë qenë diku tek 18.000 lekë të vjetra ose 20.000 lekë të vjetra. Në qartë. Ka qenë në vitet 2002, 2003, 2004. Pastaj kuptohet kalimi në universitet në Elbasan për një incident të vogël për fajin tim, ndoshta për një pakujdesi timen unë nuk u regjistrova në Universitetin e Tiranës në filologjik. Kam qenë në një brez, mos gaboj, me Entufon dhe një grup tjetër shumë interesant, Çunash dhe Gocash. Isha i pavëmendshëm tek regjistrimet dhe përfundova, kështu ishte shkruar me sa duket, përfundova në Universitetin e Elbasanit, sapo ishte hapur dega e gazarisë atje. Atje pastaj e kuptohet, jeta jo vetëm universitare, por edhe jeta profesionale ishte shumë dinamike. Vazhdova të isha korrespondent i Radio Tiranës, ka një ndeshje tjetër, pastaj Ahmet Sharri, në momentin që u shkput në një periudhë tek Radio Plus 2 dhe krijoi një emision paralel të tillë, eksakt si nga një ndeshje në tjetrën, mori pas vetes një pjesë të bashkëpunëtorëve dhe unë isha njëri prej tyre, lëviza në Radio Plus 2, e cila në atë kohë ishte një radio vërtet shumë e dëgjuar, me një shtrirje konsiderueshme. Pastaj në momentin që u mbyll edhe një tjetër emision nga një ndeshje tjetër në Radio Plus 2, u riktheva në Radio Tirana, punova deri në vitin 2010, por ndërkohë në atë periudhë unë bëja një emision timin tek Egnatja Televizion, që ishte një televizion rajonal në Elbasan për vite me radhë, pastaj tek televizioni Skampa i Elbasanit, pastaj tek Radio Kleb, kisha një emision timin në radio, kështu ka qenë një jetë shumë intensive, por pa diskutim impenjimi më i madh ishte patjetër që impenjimi më i madh ishte komendet e ndeshjeve në televizion atje dhe në Radio Tirana dhe paralelisht çka ishte një shkollë në vete ishte puna në Sporti Shqiptar dhe tek Panorama Sport. Dy gazetat më të mëdha të asaj periudhe. Unë kam filluar punë tek Panorama Sport në momentin që ajo është hapur, në fund të marsit të vitit 2005. Kryeredaktori i parë ka qenë Tritan Kokona, edhe një personalitet i gazeterisë sportive, një njeri me cilin, me thënë drejtën, jam ndier jashtëzakonisht mirë. Panorama në atë kohë ka qenë një gazetë shumë e lexuar, jashtëzakonisht e lexuar. Domethënë unë isha në Elbasan, rastisi që në atë periudhë Elbasani ka qenë një skuadër vërtet shumë e mirë, fitoi titullin kampion. Në fillimisht u shpall 9 kampione e Shqipërisë dhe ai vit në fakt në 2004-2005 ka qenë një skuadër edhe më e mirë me trajnerin Bushati, të ndjerin Bushati dhe emra vërtet shumë cilësor si Tefik Osmani, Klevis Dalipi, Julian Apmataj, Safet Osja, Nevil Dede, Skerdi Bejzade, skuadër jashtëzakonisht e mirë. E humbi për pak titullin kampion raport me Tiranën, por e fitoi një vit më vonë me Ilir Daj, me qenë sera fjala. Gjithashtu një skuadër shumë e mirë. Unë pata fatin që në atë periudhë isha zëri kryesor në Radio Tirana, me bashkëpunëtor edhe Sefer Kikin, të cilin gjithashtu dua ta përshëndes sepse është në listën e atyre personave me cilët bashkë me Fatmir Popjan dhe Aldo Kozarian kemi bashkëpunuar atje. Por isha me shumë fat, sepse qelloi që ishte edicioni i Elbasanit kampion dhe vëmendjen e kisha kryesore, edhe tek Panorama Sport. Ditë për ditë, praktikisht unë kisha 2 faqe gazete, në shumicën e rasteve hapnim gazetën dhe nuk ishte kënaqësi më të madhe që paralelisht me jetën universitare bëja edhe jetën profesionale dhe kisha filluar tashmë ta konsideroja veten një njerëz të integruar mirë, pa diskutim në media. Sa e vështirë është të integrohesh në atë kohë ku ti ke nisur gazetarinë dhe të integrohesh sot në media? Ka humbur shumë nga pasioni dikushëm, me thënë të drejtën. Po, vërtet, po. Domethënë unë mendoj që tani është më lehtë të integrohesh. Më lehtë? Sepse ke një diversitet mundësish. Pra kjo është një mundësi. Po. Ti po bën media aktualisht apo jo? Ja që është një mundësi edhe kjo. Mund mos e gjesh veten një media tjetër për një ose një për shumë arsye të tjera.
për shkak sepse nuk gjendet një feeling me drejtuesit e televizionit, drejtuesit e radios, drejtuesit e medias online, por ti e gjen veten në një pozicion tjetër ku po bën gazerin tënde. Apo jo. Po sot ka shumë portale, po sot ka emisione pafund ku ti mund të angazhohesh. Në atë kohë, për ne ka qenë privilegji madh të rekrutoheshim nga mediat e mëdha. Domethënë ishte vërtet shumë fat. Po ju jap vetëm një rast konkret. Unë nga 2002 deri në 2010 kam elaboruar praktikisht të gjithë zhanret e medias. Kam bërë gazeri radiofonike, kam bërë shtyp të shkruar, që është shkollë në vete, kam bërë edhe televizion. Po kam bërë moderatorin, po kam bërë edhe gazetarin, po kam bërë edhe komentatorin. Një ke prekur gjitha nga parë. Por pavarësisht kësaj, e kisha shumë vështirë që nga Elbasani, ku isha gazetar rajonal, të vija në Tiranë, të çaja në Tiranë. Jashtëzakonisht të vështirë. Unë kam bërë përpjekje disa herë. Në 2007 mu ofrua një mundësi tek Televizioni Publik Shqiptar, kur erdhëm për praktik me të ndjerin Agron Bala. Drejtuesit e kohës mu ofruan një vend pune. Paga ishte qesharake. Kuptohet që ishte nder i madh punoj në Radio Televizioni Publik Shqiptar, por unë do duhet hiqja dorë nga një pagë jashtëzakonisht e mirë në disa punë që bëja në Elbasan, dhe të vijej me një pagë për hir vërtetës qesharake. Nuk e mora këtë risk përsipër, ndoshta indikuar edhe nga fakti që isha i lidhur me bashortën në atë kohë, bashortja ime sot. Dhe ndoshta ishte edhe ajo një po themi arsye pse nuk zgjodha të vija, por për një pagesë më të mirë pa diskutim që do ta kisha bërë sakrificën në atë kohë. Kështu që pavarësisht gjithçkaje se këtu dua dal, pavarësisht të gjithë angazhimit tim, pavarësisht të gjithë përvojës time që nuk ishte më e pakat, sepse nga 2002 deri në 2010 ishte konsiderueshëm 8 vite. Në 2010 unë nuk parria do të gjeja një mundësi, një hapësirë për të shprehur veten time në kryeqytet. Pra, kaq e vështirë ishte. Sot unë e shoh realisht më të lehtë, por nuk shoh më pasionin e dikurshëm. Sot me sponsor kush don media. Po sot është sponsorin mes, po sot është klikimin mes, po sot është kështu që është një çështje që natyrisht kërkon shumë kohë për të diskutuar, por për hir të vërtetës mua më vjen shumë keq që ka humbur shumë nga pasioni i dikurshëm në mediat sportive, në mënyrë të veçantë mediat sportive, pavarësisht se unë kam munduar edhe në aktualitet dhe mund të flas për atë patjetër, por lidhjen më forte emocionale dhe shpirtërore ka me mediat sportive. Mendon se nëse nuk do të ekzistonin klikimet, do të ishte media më e ndershme? Pa diskutim që po. Ne sot natyrisht që jemi detyruar të bëjmë kompromise në funksion të dëshirave, të cilat shkojnë përtej qasjeve tona. Kur them dëshirave jo tonët, të cilat detyrisht e mbysin qasjen ton, egon ton profesionale etj. Dëshirat lidhura pa diskutim pastaj edhe me mbijetesën, sepse kushtet në cilat ti e detyruar të punosh, drejtuesit e prorët natyrisht të detyrojnë të dalësh jashtë koordinatës tënde profesionale. Dhe pastaj në momentin që ndodh kjo, është e kohë të flasim për pasion, është e kohë të flasim për profesionalizëm, është e kohë të flasim për objektivitet, është e kohë të flasim për panshmëri etj. Kështu që më vjen keq që jam i detyruar ta themi gjithë tillë, ta pranoj, por ky është realiteti. Kjo është e vërteta. Është e vërtetë. Sina, pse ke zgjedhur që ti jesh jo gjatë gjithë kohës në kamera apo pas saj? Shumicën e kohës, periudhën më të madhe. Se di, realisht nuk e di këtë. Do të them se janë në plan, siç e përmendet edhe ti pak më parë, njerëz që ndoshta nuk ja kanë ose iden sportit, ose janë aty për gjëra të tjera. Domethënë figura të tilla absolutisht që janë vlerë të jenë edhe në ekran. Nuk e di, më bëhet kjo pyetje shpesh dhe unë me thonë të drejtën, nuk kam një përgjigje, po themi të prerë, po më vjen mirë vetëm për diçka që ka shumë njerëz që më identifikojnë me zërin. E vërtetë. Edhe sot mëngjes në kafe, me thonë të drejtën përpara se të fillonim punën, dikush nga stafit që po konsumonim kafen e mëngjesit, më pyeti, fal, mos je gjë komentatori X ndeshje? Po. Unë me batuti thash jo, duhet më kesh gatruar. U tërhoq për momentin, pastaj më gjoj prapë tek po diskutoja me kolegët,
nuk ka mundësi, tha. Nuk është e mundur që nuk i ti. Kështu që më vjen shumë mirë që njerëzit pak më identifikojnë me ato çka unë jam sa i takon komente sportiv, që është dashuria ime më e madhe. Domethënë unë shumëzoj çdo gjë me zero kur vjen puna te komente sportiv. Më beso, kam të njëjtin pasion në koment sikurse në ditën e parë. Domethënë dikush mund të mendojë që shiko se kjo është një deklaratë që bën për hir të qenit përpara kamerës etj, por jo, kjo është vërtet. Kjo është shumë e vërtetë. Unë edhe për këtë arsye jam kaq shumë intensiv në koment. Ka njerëz që po themi kanë një qasje ndryshe, përpiqu të jesh pak më i qetë, nuk ka arsye të jesh kaq shumë i rrëmbyer në koment, kaq pasionant. Shumica janë pro, shumica të paktën referuar edhe sondazheve personale, mesazheve pafund që vinë në fund të një ndeshje që të djersit. Unë në përfundim të ndeshjeve zakonisht jam kulloj nga djersa. Kështu që këtë e shoh si element të angazhimi dhe fakti që vazhdoj të kem ende pasionin e duar për komentin sportiv, me thënë drejtën. Cila është ndeshja që të ka djersitur më shumë? Këtë pyetje e prisja, por vazhdoj të mos gjej dot një ndeshje eksakte. E di pse prisja këtë pyetje, sepse e kam bërë vetes gjithmonë. Nëse do të pyesin, kush është ndeshja që të ka impenjuar më shumë? Si do të përgjigjeshe? Në fakt, ka shumë ndeshje. Unë duhet kem komentuar më shumë se 2200-2300 ndeshje në karrierë. Karrierë që është shumë intensive të paktën nga 2010 e këtej, sepse pa diskutojmë nga 2002 deri në 2010 ne kemi qenë në Radio Tirana dhe fundjavën kishim të angazhuar për shkak të ndeshjeve të kampionatit shqiptar, kategoria e parë dhe kategoria e dytë, se unë mbuloja edhe qarkun e Elbasanit dhe zakonisht përveç të shtunave ku kishim superiore, kisha edhe të dielën ekipet e qarkut, që ishin një kategori më poshtë, Sopoti, Cerriku etj. Nga 2010 pastaj që jam në platformën Tring, deri tani, në Vision Plus në platformën Tring, janë një sër ndeshësh. Po disa po i përmend, për shembull, ajo e edicionit kaluar, gjysmëfinalja e UEFA Champions League, Inter Barcelona, për mua është një ndeshje ikon. Është ndeshje fantastike, domethënë 7 gola, një ndeshje me shumë përmbysje brenda saj dhe unë që kam qenë tërësisht i raskapitur në përfundim të kohëve shtesë. Shumë i raskapitur. Domethënë, kam konsumuar më shumë se sa 2 bidona 1.5 litrësh me ujë në 120 minuta ndeshje. Kam dalë me 20 të ngjirur në mënyrë absolute dhe besoj e konsideroj ndër ato ndeshje të cilat më kanë dhënë një satisfaksion të jashtëzakonshëm profesional, sepse pas një ndeshje ku ti pastaj mirëpret telefonata, dhe kam pasur telefonata pafund nga shumë miq, nga shumë shok, nga personazhe që nuk i njihja. Dhe më bënë shumë përshtypje, numra që nuk i njihna bënin telefon, jam X person. Të përshëndes dhe të vlerësoj shumë për komentin pasionant. Kështu me radhë, kishte edhe nga ata që pa diskutim se përtisje më shumë Barcelonën, pse përtisje më shumë. Patjetër. Por kjo ndodh, është pjesë e punës tonë. Domethënë, unë jam rritur me personazhe në komentin sportiv në Shqipëri, si Kosta Grillo, Dritan Shako Hoxha, Glen Albani, Alban Xhani më vonë, pa diskutim, në televizion këto, por edhe ato që i përmenda më herët, Ismet Bellova, ikon. Mojsi Dalipin Vlorë, Fatmire Fica në Kavaj dhe shumë emra tjerë, jam rritur me këta dhe pa diskutim vlerësoj të gjithë integritetin profesional të tyre dhe patjetër që edhe ata, për shkak të atyre që kanë transmetuar tek ne, kanë pjesën time të rritjes profesionale, kështu që ajo që jam përpjekur të ruaj tek vetja ime është kjo që të mos humbas pasionin. Të jem Ervini, pasionant koment që ka qenë dikur dhe shpresoj shumë të jetë kështu. Nuk e di se sa do të vazhdoj, po tani për tani jam i lumtur që bëj këtë gjë. Unë prisja fakt thoja një ndeshje ku bënte pjesë Milani, po do më ngacmosh tani edhe për Milanin. Unë jam tifoz i Milanit. Kjo është e vërtet, por më besoni dhe këtë po e them dhe publikisht, më besoni që kam humbur shumë nga po themi nga emocioni dikushëm me cilin e ndiqja Milanin. Pse? Nuk e di, ndoshta vjen me kalimin e viteve kjo, ndoshta vjen me
me faktin që tani nuk është se e shohim Milanin thjesht si një skuadrë zemre të dikushme të viteve 90-2000, po e shohim paksa edhe në aspektin e syrit kritik, syrit profesionistit, dhe një skuadrë që të zhgënjen her pas here. Dhe aq më tepër kur ti bën krahasimet me të kaluarën, nuk është Milani i 90-s, nuk është as Milani i Savicevicit, nuk është Milani i George Weah, nuk është Milani i Robi Baggio, nuk është Milani i Oliver Bierhoff, nuk është Milani i Shevchenkos, as i Kakas, as i Rui Kostës, as i Nestos, as i Ikonës, Maldinit, pa përsëritshmit, as i Barezit, emrave legjend. Ndoshta ka ndryshuar futbolli, por ky Milan, duke bërë këtë lloj paralelizmi me të kaluarën, natyrisht mua nuk më jep më satisfaksionet emocionale të skaluarës. Tani për shkak dikur, në gjuhën popullore themi nuk na zinte gjumi kur mundej Milani. Po sot, me thënë të drejtën, nuk zë gjumi Matisin, djalin, sepse për mua nuk është një problem shumë i madh. Kuptohet që kam absolutisht simpati për Milanin, por më besoni se tani kanë filluar njerëzit ta kuptojnë këtë, derisa tek miqtë e mi, besoni tani kam të njëjtin pasion koment për gjitha skuadrat që komentoj. Edhe për Interin, edhe për Juventusin, edhe për Napolin, edhe për Real Madrid, edhe për Barcelonën, edhe për Manchester United. Janë disa momente në karrierë që më kanë shënjuar, në fakt, më thënë drejtën, dhe që më kanë bërë jashtëzakonisht intensiv koment edhe për lojtarët që kanë qenë në fushën e lojës. Unë jam bërë me Milanin për shkak se ka filluar të shoh futboll kulmin e Milanit, 92, 93, 94, 95. Jam bërë me Italinë prej Robi Baggios, në 94-ën që ka qenë për mua lojtar, unë e dashuroj Robi Baggion si karakter sportiv. Kam parë në fakt video në YouTube për të. Ka në mënyrë absolute, Vjosan, futbollist shumë herë më të mirë se sa Robi Baggio, por për mua ai është një ikon. Domethënë, unë mendoj që Leo Messi është i papërsëritshëm, për shembull. Dikush tjetër thot Maradona, sepse ka jetuar në kohën e Maradonës. Dhe në mënyrë absolute që Maradona është një nga më të mëdhenjtë e historisë. Unë për ato që kam parë në koment tek ajo që ka prodhuar Leo Messi në fushën e lojës, kam komentuar pafund ndeshjet e Barcelonës, disa prej tyre në shpërtimet e mia ndaj Leo Messit janë bërë dhe virale. Sikurse kanë qenë virale edhe një gol i Theo Hernandez në kohën që Milan i fitonte titullin kampion. Identifikohesha me ta si tifoz i Milanit, kuptohet. Target group gjithmonë i qëndrimeve tifozëve, por sikur se thash, disa ndeshje në UEFA Champions League që është kulmi për mendimin tim, kanë qenë mënyra për të shprehur mosmiri gjithë komentin sportiv dhe gjithë pasionin tim. Raste për shembull si Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona e famshme e Leo Messit, Xavi dhe Iniestës. Kanë qenë ndeshje spektakolare, por meqense kam një memorie jo shumë të mirë. Jo, pas e shumë të mirë. Nuk e kam shumë të mirë, nuk e kam shumë, ta siguroj. Po qëndroj tek Inter Barcelona, tek ato që kanë shënjuar, po themi, kulmet e komenteve sportive. Përveç komenteve Sina, je një nga ato gazetarë që shkruan shumë bukur. Këtë e them edhe nga eksperienca ime nga afër, mbaj mend herën e fundit, ka qenë Botrori mos gaboj, kam qenë në Vizion dhe ishte ndeshja u dëmtua Ronaldo më duket, apo ishte ndeshja fundit nuk e kam memorien shumë mirë, po mbaj mend këtë që mbaj mend që presupozoj që të ishte ndeshja e fundit e Ronaldos me Portugalin, po kështu ka qenë. Dhe ishim bashkë në montazh edhe Solle Zërin, sapo e vendosim montazhieri aty dhe domethënë një emocion i jashtëzakonshëm. Unë nuk jam fan se Ronaldos, por domethënë ajo kronik më bëri të përlojtë dhe çdo shkrim i yti historikisht më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Shumë shkrimet tua janë botuar edhe nga portalet e sportit dhe nëse do ndaje komentin nga gazetaria, cilin do veçoje? Se për mua je perfekt në të dyja pyetje vështirë. Komenti. Komenti, sepse komenti, ku di unë, komentin për shkak se ndoshta më krijon një lidhje më të afërt me ata që e ndjekin futbollin, me tifozët, me sportdashësit. Unë kam, sikur se e thash, Vjosan, edhe pak më herët, unë kam pasur një fat madh që kam elaboruar në të njëjtën kohë disa zhanre. Radio të ndihmon jashtëzakonisht shumë për zërin.
mënyrë absolute për zërin, edhe për artikulimin, sepse fakti që ti nuk e kamera përpara, të jep një liri edhe emocionale, në mënyrë absolute kur je në radio. Dhe kjo më ka ndihmuar shumë, pa diskutim. Unë nuk do kisha qenë kurrë ky komentator në modestinë time, besoj i arrir profesionalisht, po themi, pavarësisht se kjo pastaj vlerësohet patjetër që edhe nga njerëzit, por nuk do kisha qenë kurrë këtu në koment në rast se nuk do kisha pasur këtë karrierë në Radio Tirana. Më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Radio Tirana ka qenë një shkollë në vete, e cila më ka perfeksionuar për të qenë, po themi, përgatitur edhe për komentin sportiv në televizion. Nuk e daj, do të është një dashuri edhe teksti. Është një dashuri, unë për shembull, ti më more shembull mua, ndërsa unë do të marr shembull Andi Deçkën. Që është po kaq i mirë në shkrim. Dhe nuk është vetëm Andi, ne kemi shumë personazhe të cilët shkruajnë jashtëzakonisht mirë nga gazetari sportive. Gjergj Stefa ka pas shkruar realisht shumë mirë në mediat e shkruar, por Andi për shembull mua vërtet më impresiononte. Andi është një gazetar të cilin unë e vlerësoj shumë. Paktën në tregun ton për momentin ai është një njerëz që mungon. Nuk është aktualisht aktiv, paktën në Shqipëri po flas. Kështu që e konsideroj ndër ato raste të cilat unë gjej veten. Pa diskutim dhe jam përpjekur shumë Vjosan, ne kemi punuar pak bashkë. Besoj, ishte një periudhë që punuar një vit, po. Ishte një periudhë që mund ta njihnim njëri tjetrin, kështu që unë përpiqem shumë që të kemi stil timin. Domethënë edhe në të shkruar dhe mendoj që kjo ndoshta lidhet edhe me faktin që kam qenë një nxënës i mirë në gjuhë letërsi. Besoj që më ka ndihmuar kjo. Kjo më ka ndihmuar sepse unë mendoj që një njeri i formuar mirë përmes leximit është një njeri i cili natyrisht artikulohet mirë, por pa diskutim që të shkruan mirë. Është shumë e rëndësishme të dalësh tej standardit për treguar një lidhje shpirtërore edhe me atë që të ndjek. Pra, në këtë rast besoj që modestisht mund të them që kur kam e ndjej veten mirë dhe aty, patjetër. Kur kam ardhur në Vizion, i cili ka qenë media parë që më ka hapur dyert në fillimin e karrierës time, nuk kam mbaruar shkollën për gazetari. Dhe di që nuk ka qenë lehtë, pa diskutim, edhe për ju. Absolutisht. Nuk ka qenë lehtë, por prandaj është dy fishë rëndësishme angazhimi dhe tejkalimi i vetes, edhe kur nuk vjen nga një rrafshi i caktuar sikurse është gazetaria. Po. E vërtet, edhe ula afër në kompjuterin tënd, edhe po mësoje pyetjet e para të gazetarisë, që ishte fillimi, domethënë. Dhe më pas vazhduam të formulonim kronika, lajme, kaluan disa muaj dhe sa herë unë isha gati që t'jepja atë fletën sinës që t'i hillte një sy të fundit lajme pas t'i jepej në ekran. Nuk e ke iden çfarë, kisha frikë në kuptimin që e dija që do kapte gjithmonë një gabim, ose do shtonte diçka, ose do kapte një gabim. Dhe ndonjëherë kur ishte në redaksi, kishim Landin që e përshëndesim shumë. Edhe Landi nuk merrteve shumë nga sporti dhe thoja, "Okej, sot nuk është Sina." Lajmi nuk do më korrigjohet shumë. Por gjithmonë absolutisht kam qenë shumë mirënjohëse dhe di që ja ka vlerëtur çdo korrigjim, çdo ton i ngritur, çdo kritik dhe sot absolutisht që jam shumë lumtur që ja kam arritur këtu. Edhe pse kemi shumë rrugë përpara, vjen një moment që patjetër. A e kupton një mentor se sa rëndësishëm është për një person që është në fillimet e tij të karrierës, Sina? Varet. Jo gjithmonë ndodh që të kesh dashamirësi, të kesh bon sens, natyrisht. Shpesh terrenet në cilat punojmë janë terrene jo fort miqësore. Konkurenca normal. Pa diskutim, shpesh herë të ndikuara edhe nga karakteret e njerëzve, për të vërtetës, por unë jam përpjekur që gjithçka më ka ardhur për ndihmë në të kaluarën nga personazhet të cilat i përmenda më herët. Pra, i gjithë suporti që kam pasur në të kaluarën, nga Bashkim Tufa, nga Tritan Kokona, nga Mec Shqarri, dhe nga kolegë tjerë pa diskutim, bashkëpunimet me shumë kolegë të tjerë më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, më kanë suportuar dhe gjithë këtë angazhim të tyre ka shih me janë përpjekur që ta rikthej me aq sa kam pasur mundësi
tek emrat e rinj, sikurse ishte rasti yt, sikurse ishte rasti i Dea Kozma, dhe jam vërtet i lumtur kur shoh që ato përpjekje, sado minimaliste, të mijat kanë vlerëtur për diçka, pa diskutim. Nuk është se kemi bërë, po themi, heroizma, nuk është se kemi bërë, nuk është se kemi thyer barrierat mëdha, po jemi përpjekur që me angazhim, me pak dashamirësi, edhe me ndoshta duke tejkaluar ndonjëherë edhe qasjen ton, duke tejkaluar ndonjëherë edhe karakterin ton, por pa dashakësi brenda, pa diskutim, me dëshirën për të ndihmuar sa më shumë, të jemi një shtys për karrierën e kujdo. Si na pak më parë përmendë djalin tënd, i cili është fëmia i vetëm për momentin? Matis është fëmia i vetëm dhe ndërkohë jemi në pritje edhe të një djali tjetër, po. Shumë bukur. Sina, çfarë lidhje ka Sina me familjen? Flasim pak për atë Sinën jashtë kamerës tani. Shumë i lidhur dhe nëse ka një keqardhje për i vërtetës gjithë angazhimin tonë në media. Përveç aspektit financiar që ne nuk e cekëm, po unë, me thënë të drejtën, vite më parë teksa kam bërë një hulumtim në media, se s'dua të kaloj nga njëri kran tjetrin, por do të rikthehem aty më njëherë tek pyetja. Asnjëherë gazetarët sportiv nuk janë vlerësuar, nuk vlerësohen sa duhet në raport me angazhimin dhe në raport edhe me audiencën që kanë. Vërtet lajmet e sportit janë në fund të një edicioni, po lajmet në shumicën e rasteve, lajmet e sportit janë ato të cilët tërheqin vëmendjen më të madhe. Dhe shumica e njerëzve qëndrojnë në fund të edicionit pikërisht për të ndjekur lajmet e sportit. Apo jo. Dhe kur ky vlerësim në audiencë nuk është përkthyer në vlerësim financiar. Dhe prandaj kolegët tanë janë dy fish më të nderuar që e bëjnë këtë gazetari, për shkak se e bëjnë edhe në sfida financiare. Ne jemi detyruar të bëjmë 2-3 punë edhe për shkak të pasionit, pa diskutim, por edhe për të mbajtur familjen, pa diskutim për të kryer ato nevoja financiare të cilat janë pa diskutim jetike për jetesën e përditshme, familjeve tona. Kështu që parë në këtë këndvështrim, gazetarët sportiv nuk janë vlerësuar kurrë sa duhet. Kthyer pastaj tek familja, ky raport, pikërisht gjithë ky angazhim në kohë për të bërë disa punë njëkohësisht në mënyrë që familja të jetë komode, me aq sa mund të konsiderohet komode në një vend me shumë sfida si Yni, ka bërë që edhe shkputja nga familja të jetë e konsiderueshme. Dhe nëse ka një pishman timin, një keqardhje të madhe për i vërtetës, gjithë këto vite, është fakti që kam humbur jashtëzakonisht shumë kohë, jo vetëm në raport me bashkëshortën, e cila ka qenë shumë mirëkuptuese, edhe patjetër që nëse ka një person që ka merit në gjithë angazhimin tim media është ajo, sepse ka qenë gjithmonë bashkëpunuese edhe duke sfiduar vështirësitë e ditës tek ne. Por në mënyrë të veçantë ka munguar djalit Matisit gjithë këtë periudhë. Për disa vite, Josanu, kam qenë përveç gazetës sportive kanë qenë involvuar edhe në aktualitet. Redaktori i emisionit politik dhe pastaj edhe përgjegjës i mediave sociale, i rrjeteve sociale në Vision Plus. Kështu që gjithë kjo kohë, gati 6-7 vite, ka qenë edhe më e ngarkuar, tmerrsisht më e ngarkuar, se sa është sot që gjithashtu është, po ka që e ngarkuar. Kështu që në ato vite unë kam munguar shumë familje, praktikisht nga mëngjesi deri në darkë, me përjashtim të ndonjë pasditet e enten, ku nuk ishte aktivitete sportive, në ndonjë paraditë të dielën, ku gjeja kohën të dilja gjithmonë familjen për të kompensuar këtë gjë e cila nuk kompensohej për vërtetës. I kam munguar shumë Matisit, pavarësisht se jam unë ai që gjithsesi e përcjell në mëngjes në shkollë dhe kam bërë këtë ndër vite dhe kam marrë edhe pasditeve, por realisht i kam munguar shumë. Dhe po në një farë mënyrë po, ma ka shprehur, po. Vite më përpara, në mënyrë të veçantë kur isha i angazhuar edhe në aktualitet, po. Tani së fundit, 2-3 vitet e fundit kam qenë pak më shumë i pranishëm në jetën e Matisit, dhe në një farë mënyre kam reflektuar dhe kam kuptuar që vitet që ne humbasim me të dashurit tonë zemrës, me familjen tonë, me të afërmin tim, nuk kompensohen absolutisht kurrë, me gjithë dëshirat dhe pasionet tona që kemi, nuk ka vend që zëvendëson familjen, prindrit, bashkëshortën, vllajin, në rastin tim konkret, dhe në mënyrë të veçantë djalin. Absolutisht jo.
Kështu që e vetmja në këtë rast e vetmja gjë të cilën nuk kam bërë kompromis për ta thyer, ka qenë vetëm kjo gjë. Po të kthesha pak më mbrapa, e thënë të drejtën, ndoshta nuk do të kisha sakrifikuar kaq shumë kohë sa i takon angazhimit me familjen. Thej që po bëhesh baba. Por e gjitha lidhet në fund të ditës me atë që përmenda që në kryet herës që edhe kjo është një sakrificë që bëhet pikërisht për ata. Kështu që nuk i gjejmë dot vetes edhe një të mesme të art. Por në përgjithësi gazetarët, jo sa ti e di, në përgjithësi gazetarët janë njerëz të cilët sakrifikojnë shumë. E vërtet po. Në mënyrë të veçantë për të shkuar në shërbim të publikut me atë që duan, duke mos kompensuar dot atë që bëjnë media në raport me angazhimin familje. E vërtet. Te po bësh baba për herë të dytë, familje çunësh. Familje djemsh, po, familje. U përpoqëm gjithë ato muajt e parë, po themi të përgatisnin veten për një vajzë. Por pastaj doktor Ariana Likaj kërkoj që t'ja komunikonte lajmin Matisit. Të keqe. Matisi ishte më i lumtur i familjes, ishte djalë, kështu që ajo, okay, ne kishim dëshirë, duke qenë se kishim ideal, kishim dëshirë që provonim edhe ndjesinë e të qenit prindër të një vajze, por për ne shumë e rëndësishme që të vi mbar, të jetë i shëndetshëm dhe pa diskutim, nuk ka kënaqësi më të madhe të ndash jetën tënde me fëmijë në këtë rast duke pritur të dytin pa diskutim, dhe është një sensacion vërtet i rrallë. Domethënë ne kemi një shkputje të konsiderueshme, edhe për shkak të angazhimeve në punë, edhe për shkak të periudhës Covidit, për të vërtetës, ka qenë një nga pengesat e para në fakt. Pastaj angazhimi i bashkëshortes në një punë të re bërit vetën, kështu që kaluan kohë dhe ne e donim shumë një fëmijë të dytë. Ja ku erdhi tani, po vjen tani dhe ne pa diskutim që mezi po presim të ripërjetojmë me të gjithë sfidat që e dim që do t'i kemi përpara, me nedhet pa gjumë, me rënien nga pesha pa diskutim, nuk diskutohet kjo, edhe me stresin dhe ankthjen që t'jep fakti që ke një beb të ri në shtëpi dhe duhet patjetër që të zgjidhë situata që dalin aty për aty. Nuk diskutohet. Por mezi po i presim. Isha duar plot dhe art i shëndoshe mirë. Falenderoj shumë. Dhe Matiasi absolutisht është i lumtur që bëhet me vëlla, po Matiasi si e sheh? Ka dëshirë të vazhdojë rrugën e sportit si babi, qoftë futbollist, nëse babi nuk u bë dot futbollist. Matis aktualisht është stërvitet në një nga këto skuadrat e shumta të kryeqytetit në nivel moshash, po është një angazhim që lidhet më shumti me mbajtjen e trupit në formë, edhe një aktivitet që i zë një pjesë të rëndësishme të pasditeve. Është shumë e rëndësishme kjo, aq më tepër që në kohët e sotme pjesa më e madhe e fëmijëve e gjejnë veten përpara smartphone-it, përpara tabletit, është një smundje botërore e cila për fat keq është shumë problematike. Ne jemi përpjekur ta kufizojmë në maksimum, por është e pashmangshme. Të paktën përpiqemi që nga hëna deri në të premten kur është në angazhim arsimor të mos e ketë këtë lloj problematike, megjithëse është përsërisë është një sfidë shumë e madhe për ata të cilët janë gjithë prindër, ndërkohë që futbolli merr një pjesë të pasditave. E them pa modesti që ka një zë brillant për koment. Ka zë brillant. Por nuk e di, jam ende shumë i dyzuar për ta orientuar në gazetari sportive dhe në komentin sportiv. Jam shumë i dyzuar për të vërtetës. Mund ta bëj si pasion, jashtë profilit akademik, por nuk do doja që të ndiqte rrugën time në media. Nuk do doja. Domethënë, është nuk do që ai të përjetoj të njëjtat lodhje, sakrifica. Shiko, po, eksaktësisht për këtë. Domethënë, nuk dua ta privoj kurse si nga pasioni, në mënyrë absolute, përkundrazi do të jem i pari që do ta motivoj. Sikurse prindrit e mi bën me mua, në mënyrë absolute, por kuptohet duke parë gjithë këto sfida kaq të mëdha që jeta të ofron sot në Shqipëri,
Dhe për këtë duhet jemi koshient, patjetër që ne si prindër do duhet ta shohim veten, pastaj më shumti si njerëz të cilët kanë një lidhje, po themi jo kaq indirekte me fëmijën, kështu që ndoshta edhe orientimi patjetër që do të lidhet me benefitin jetësor të djalit. Por thash, në mënyrë absolute nuk do ta privoja kurse nga pasionet dhe Matisi është kaq shumë i pasionuar pas futbollit, sa që mund ta gjej veten në një dimension tjetër. Jo në futbollin e luajtur, por ndoshta kujdetet edhe nga zëri sportive si komentator, pse jo. Okej, zëm sikur Matiasi është një futbollist tani, duaj një koment shpejt shkurt, Erstina, hajde. Shikoj, nuk ka moment më të sikletshëm në këtë rrugtim kaq gjatë timin media se sa ky. Okej. Komentoj si duash, hajde. Mirë, është minuta e 22 të nderuar teleshikues, jemi drejt për drejti nga studio e Vjosanës, aty ku Matis është duke u përgatitur për sfidën e radhës në UEFA Champions League. Matis që depërton nga krahu i djathtë, pasimi i mjaft i mirë, shërbimi drejt qendrës aty ku një tjetër shok i tij i skuadrës e ka dërguar topi pas dhe Matis pastaj me të djathtën tentativa e tij. Çfarë goli ka realizuar Matis? Fantastik. Shumë e bukur ky moment. Edhe pak ku i vjen fundi intervistës, një pyetje të fundit që do të bëja, fiton më shumë ai që di të shkruaj apo ai që di të bëj zhurmë? Nuk e di nëse mund të gjendet një mesme e artë, pa diskutim kësaj, por kam përshtypjen në kohën që po jetojmë, kjo e dyta, zhurma me sa duket ka mbytur çdo lloj formë shkrimi. Tani, duke qenë se zhurma ka mbytur çdo lloj shkrimi dhe shumica marrin lajme ose shkruajnë ose me pak fjalë ka hikur ai kreativiteti nga ChatGPT-ja. Unë do i shkruaj Chatit tani një pyetje për ty dhe cilën pyetje do të bëj Chati do ta bëjmë tani direkt. Atëherë Sina, pyetëm Chatin dhe pyetja që është: sa i lirë është realisht një gazetar sportiv në Shqipëri për të thënë gjithçka që mendon pa menduar pasojat? Pyetja nga Chati. Jo, nuk është i lirë. Jo, nuk është i lirë. Absolutisht, sepse do të marrë në konsiderat në mënyrë të padiskutueshme gjithçka që do t'i visi pasojë e gjithë qasjes profesionale, në mënyrë absolute. Janë, për mendimin tim, të paktë ata të cilët do të guxonin, të shkonin përtej, po themi pasojës. A ke guxuar ndonjëherë, ke pasur diçka që ke ditur e s'ke thënë? Po, e kam një rast konkret. Na thuaj shumë. Dhe më vjen shumë keq, me thënë të drejtën, më vjen shumë keq. Kam një krisje me Federatën Shqiptare të Futbollit, jo me institucionin, me persona aty. Më vjen shumë keq sepse i kam konsideruar dhe vazhdoj t'i konsideroj njerëz me integritet. Nuk ka ndryshuar gjë në qasjen personale për këta persona. Thjesht më vjen keq për mënyrën se si kanë shkuar gjërat. Unë jam një njeri që nuk bëj kompromise me veten time në raport me profesionin. Dhe unë mendoj që çdo gjë që kam bërë, sa i takon qasjes time, në mënyrë të veçantë në lidhje me kombëtaren dhe me trajnerin e kombëtares, nuk ka qenë absolutisht një qasje e cila ka dashur të dëmtoj personazhe. Domethënë, unë personalisht mendoj që kam bërë gazetari si njeri, si profesionist i lirë, i pandikuar. Dhe më vjen shumë keq që qasja ime prej profesionisti është përkthyer gabim tek ata të cilët unë i konsideroj njerëz me integritet. Është një thyerje e cila nga ana ime unë jam pak njeri emocional, në thënë të drejtën, dhe edhe në një shkrim publik që kam bërë në lidhje me këtë përplasje që kam pasur, kam deklaruar që unë paktën për momentin për shkak të kësaj situate dhe kësaj marrëdhënie të thyer, do të jem pak i tërhequr në raport me profesionin tim sa i takon mbulimit kombëtares shqiptare të futbollit nga afër. Jo. Domethënë nëpërmjet kësaj përçarje ne e dimë që s'marrim akreditime, nuk shohim. Jo, kjo ka qenë vetëm një nga problematikat. Për shembull, unë mendoj
unë mendoj që e gjitha ka lindur për shkak të disa pyetjeve të mia kundrejt trajnerit kombëtarës, të cilat në mënyrë absolute nuk kam pasur në mënyrë absolute asnjë tendencë brenda. Dhe nuk arrit dot ta kuptoj pse me do e mos të përkthehen pyetje të cilat janë krejt normale drejtuar një trajnerit kombëtarës, të cilin unë e vlerësoj shumë për arritjet e deri tanishme të kryetit kombëtarës, atë, por edhe presidentin Duka për imazhin që i ka dhënë Federata Shqiptare të Futbollit. Ne mund të kemi sa të duash kritika për futbollin shqiptar, dhe është e vërtetë që kemi kritika në mënyrë absolute, por imazhi i Federatës ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë, sa i takon po themi profilit ndërkombëtar, ashtu sikur se imazhi i kombëtarëve shqiptare ka ndryshuar shumë, sepse kemi shkuar 2 herë në kampionat evropian, por kjo, mua si profesionist, nuk më ndalon dhe nuk më intimidon fare që unë, për pyetje të caktuara që mendoj se duhet i bëhen trajnerit përfaqësues, që është trajneri i gjithë shqiptarëve, duhet të kenë frikë, bëjnë një pyetje ose të intimidohen, të presionohen për faktin që do të kemi një pasojë. Për këtë arsye, isha i prerë edhe në përgjigjen që çati më bëri, kur ju thash që absolutisht që gazetarët në Shqipëri janë të intimiduar sa i takon qasjes tyre profesionale. Dhe dashe pa dashe do ta reflektojnë në aspektin profesional një gjë të tillë. Absolutisht, është shumë e vërtetë, e kam pasur edhe te vetja ime këtë. Domethënë nuk guxojmë të bëjmë një pyetje dhe nuk guxojmë të marrim informacionin që ne duam, duhet të stepemi, duhet të servilosemi, duhet që vetëm të komentojmë gjërat e bukura dhe jo të kritikojmë apo të themi realitetin, dhe kjo është për të ardhur keq në gazetarinë tonë. Është realisht për të ardhur keq. Nuk kemi liri fjale. Është e kot ai termi lirisë fjalës në vendin tonë, por nuk ka. Ke shumë të drejtë, Vjosan. Këtu janë prishur pa diskutim të gjitha hierarkitë. Edhe ju e thatë të gjithën, pa diskutim që unë nuk dua të rikthehem nga e para, puna është sfiduese, profesioni vjen e bëhet gjithmonë më i vështirë, dyert mbyllen, nuk ka në shumicën e rasteve nuk ka meritokraci, në shumicën e rasteve ti e gjen veten një njeri të nxjerrë jashtë sistemit për shkak se nuk i shërben sistemit. Ndërkohë që absolutisht këta njerëz nuk mund të derivojnë të gjithë imazhin tënd dhe të gjithë qasjen tënde profesionale. Për këtë më vjen jashtëzakonisht keq dhe unë, duke qenë se kam një thyerje emocionale, për këtë arsye kam vendosur që të bëj një hap pas në raport me marrëdhëniet me disa personazhe, me disa njerëz. Më vjen shumë keq që ndodh kështu, sepse nga ana tjetër nuk duhet që marrëdhënie të tilla të ndikojnë jetën tënde profesionale, por ky është realiteti jonë. Dhe disa realitete ne nuk i ndryshojmë dot, sepse për fat keq në Shqipëri, ndoshta edhe jashtë, por në Shqipëri sepse ne është një gjë të cilën e ndjejmë, këtu jetojmë dhe e dim mirë se si funksionon. Unë i qëndroj diçkaje, nuk e di ndoshta unë jam kokfort, por besoj gjithmonë dhe do them gjithmonë atë që mendoj dhe atë që ndjej. Nëse si pëlqen dikujt mos ta dëgjoj, nëse i pëlqen dikujt ta dëgjoj, nëse si pëlqen dikujt të kritikoj, jemi të lirë të themi çfarë duam, dyert mbyllen, një tjetër hapet. Absolutisht. Jetojmë në Shqipëri dhe nga dita ditës çfarë nuk gjejmë dhe çfarë nuk hasim. Sina, e mbyllim bukur këtë. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi për mua. Nuk mbaronim pafund edhe po të flisnim, mund të thash vetëm 30 minuta, por eskaloi koha, kështu që prandaj pyeta për orën për të kuptuar që kanë kaluar kaq shumë minuta, 2 fishi i mesatarës që llogaritëm, dhe shpresoj shumë që të mos ketë qenë një bisedë mërzitshme, por unë jam ndier vërtet shumë mirë dhe më vjen shumë mirë që të paktën disa gjëra të cilat nuk i kisha thënë, shumë gjëra në fakt, jo disa gjëra, por shumë gjëra që nuk i kisha thënë sa i takon marrëdhënies me kolegët, edhe me veten, pa diskutim, dhe një pjesë pa asaj që unë konsideroj një karrierë modeste timen, i thash tek ty sot. Dhe të vlerësoj shumë, dhe natyrisht uroj shumë suksese në vazhdim në këtë podcast interesant që është bëri modës tashmë podcasti, por patjetër që elementi kyç qëndron pikërisht tek personazhet dhe tek mënyra se si i qasesh intervistave me ata që fton. Faleminderit shumë edhe një herë dhe shihemi tani në stadiume, qoftë media, qoftë kudo. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, mos harroni, bëni subscribe, like, share dhe koment. Ne do të shihemi episodin e ardhshëm.